Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni dhimbje gjuri, kjo vitamin mund të jetë çelësi i shpëtimit. Gratë të moshuara me nivele të ulta të vitaminës D mund të kenë më shumë dhimbje pas zëvendësimit total të gjurit se sa ato me nivele adekuate të lëndës ushqyese, sugjeron një studim i ri. Vitamina D është një pjesë e rëndësishme e një diete të shëndetshme dhe përfitimet e saj përfshijnë mbrojtjen nga sëmundja e kockave dhe ruajtjen e shëndetit të indeve të buta. Mungesa e estrogjenit, pasiviteti dhe mungesa e ekspozimit në diell kanë qenë të lidhura ngushtë me mungesën e vitaminës D tek gratë në menopauzë. Gjatë perimenopauzës, vezorët gradualisht fillojnë edhe të prodhojnë më pak estrogjen. Menopauza, fundi i periudhës menstruale të një gruaje, vijon brenda viteve. Në këtë studim, studiuesit të vlerësuan faktorët të cilët ndikojnë gjithashtu në dhimbjen pas zëvendësimit total të gjurit në gratë në menopauzë. Operacioni është i zakonshëm dhe i sigurt, por shumë gra kanë dhimbje edhe më pas. Autorët e studimit arritën në përfundimin se mungesa e vitaminës D, pirja e duhanit dhe gjithashtu një indeks i lartë i masës trupore janë faktorë të pavarur të rrezikut për dhimbje mesatare deri të rënd pas operacionit. Këto zbulime nxjerrin në pa mungesën që klinicistët të trajtojnë këta faktorë të modifikueshëm përpara se gratë në postmenopauzë t'i nënshtrohen operacioneve të zëvendësimit të nyjeve. Dr. Stefani, drejtor mjekësor i shoqatës së zëvendësimit të nyjeve, tha se hetuesit kanë gjetur një shkallë të lartë, 67% të mungesës së vitaminës D, e cila gjendet te gratë në menopauzë të planifikuar për një ndërhyrje kirurgjikale në gjuhë. Prandaj ata kanë rekomanduar që ju të merrni sa më shumë vitaminë D, sepse ajo do të ndihmojë në zhvillimin e muskujve dhe të kockave. Ndërsa mungesa e vitaminës D lidhet me probleme në ecje, dentësinë të mineraleve të kockave dhe frakturave. Një ulëmtim i tillë mund të ndihmojë mjekët të vlerësojnë gratë në postmenopauzë para operacioneve të mëdha të kyçeve. Mungesa e vitaminës D është një problem i madh në të gjithë botën. Rreth 60% e të rriturve kanë nivele të pamjaftueshme të vitaminës, thanë studiuesit. Dhimbja e gjunjëve mundet që të shfaqet krejt papritur dhe në çdo moshë për shkak të një sër faktorëve. E rëndësishme mbi këtë sëmundje është të dihet se kjo nuk mund të trajtohet menjëherë. Megjithatë, ekzistojnë disa trajtime të cilat arrin që të ngadalsojnë dhimbjen. Nëse dhimbja juaj nuk është e shkaktuar nga ndonjë aksident, atëherë ky është trajtimi i duhur. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 4 lugë gjelle fara susami, 2 lugë gjelle gelatin, 8 lugë fara liri dhe gjithashtu 1 lugë gjelle mjalt, 2 lugë fara kungulli, 2 lugë gjelle rrushë të thatë. Pastroni fara dhe të gjithë përbërësit, vendoseni më pas në një blender, vendoseni përzierje në një enë të thellë dhe më pas futeni në frigorifer. Hani nga një lugë nga kjo përzierje para mëngjesit dhe para drekës. Shumë shpejt do të zbuloni që dhimbja e gjunjëve do të zhduket. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton sigurisht që janë gjunjët, meqense ato na ndihmojnë në lëvizje. Gjithashtu, gjunjët janë tepër të rëndësishëm dhe njëkohësisht vendimtar, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë gjithashtu lëvizshmërinë tonë. Në rast se keni inflamacion, ju duhet që të veproni sa më shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që ato mund të sjellin pikërisht tek gjunjët tanë. Në këtë video,
Ju do të mësoni për një ilaç tërësisht natyral shumë të rëndësishëm për shëndetin, që është në gjendje të arrijë dhe të qetësojë dhimbjen në gjunjë për disa minuta. Por jini të vetëdijshëm se dhimbja në gjumë mundet të shkaktohet gjithashtu edhe nga mbi pesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe gjithashtu artriti. Le të shohim këtë recetë, ku përbërësit që do të na duhen janë një e verdhë vezë, 2 lugë krip dhe fash elastike. Udhëzime: rrihni të verdhën e vezës dhe gjithashtu përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe më pas vendoseni atë direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku gjithashtu duhet që të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet të kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjes së gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar gjithashtu dhimbjet, mund të mbështeteni tek mjekësia alternative, e cila mundet që të rezultojë njëkohësisht edhe shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuq djegës mundet gjithashtu që t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit, duke reduktuar dhimbjen dhe njëkohësisht ëndjen. Ju duhen 2 lugë gjelle piper i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur kështu një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për një javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në këtë mënyrë ai është efikas për të trajtuar dhimbjen në gjunjë. Mjafton që ju ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë direkt në gjuhë duke masazhuar lehtë me duar. E lini atë të veprojë për disa orë dhe më pas duhet që ta shpëlani. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo recetë që ju vendosni ta aplikoni. Gjithashtu, dhimbjet e gjurit mundet t'i trajtoni edhe me kompresa të ngrohta. Kompresa e ngrohtë mbi gjuhë ndihmon në largimin e dhimbjes në një mënyrë tërësisht natyrale. Kompresa gjithashtu duhet mbajtur mbi gjuhë për plot 15 minuta. Shafran i Indis. Shafrani i Indis, që është më efikas se medikamentet si ibuprofeni, mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjet në gjunjë. Atë ju mundet që ta pini çdo ditë si çaj duke shoqëruar me xhenxhefil. Xhenxhefili. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zieni 1 centimetër xhenxhefil dhe pijeni atë si çaj. Mjekët dhe ekspertët gjithashtu rekomandojnë që ju të kryeni sadopak aktivitet fizik gjatë përditshmërisë tuaj në mënyrë që trupi, muskuj dhe kockat tuaja të jenë në lëvizje. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.